Erticë. Dhe këtu do t'jetë fundi me pyetjen si e shihni të ardhmen e fshatit Erticë. Unë mendoj që ka filluar një perspektivë. Ka filluar një perspektivë dhe Erticën e shoh një ndër fshatrat më të mira. Jo që janë vetë ose që përfaqësoj atë fshat, që kam deri ta përfaqësoj atë fshat, por Ertica ka gjitha resurset. Nga kontesti fizik, nga kontesti bujqësor, nga kontesti natyral, nga kontesti kulturor, nga kontesti patriotist, gjithçka ka për të jetuar dhe për të vepruar dinjitet shumë atë fshat. Le të jetë ashtu gjithmonë si dëshironi me synimet që vërtet t'i arrini. Faleminderit shumë në emër të redaksisë Radio Llapit, ju përshëndes, ju falenderoj shumë dhe ishte kënaqësi që kam biseduar me ju këtu. Po ashtu ishte kënaqësia e eme, vetëm Erticë, por çdo fshati në komunën Podjevës dhe në Kosovë i dëshiroj një jetë të mirë. Faleminderit juve për mundësinë. Faleminderit dhe dëgjuesve që kishin vërtet vëmendje dhe kujdes për na dëgjuar. I përshëndes përzemërsisht, i them edhe një herë se me mua me ju ishin apo ishte Florime Muçolli, përfaqësuesi i fshatit Erticë. Miru dëgjofshim miq.